dhe as rastësia nuk po kalon të qyteteve, luginave e maleve të Kosovës martire, së cilës po i merrej prima me rëbrim. Kjo datë erdhi si amanet i bartur ndërbezni me pushk e pen, me gjak e dije. UÇK-s të udhëhequra nga komandanti Shukri Buja, tani më ishim të pozicionuara në fshatin Jezerë. Së bashku me ushtarët nga Ezerci, Hysni Guta, Nazmi Baliu e të tjerë, fillimisht numëronim vetëm 34 ushtarë. Për me kalimin e kohës, shumë shpejt, radhët tona ushtuan dhe arritën në qindra të tjerë. Ne, së bashku me vezirin, ishim pjesë e skuadrës prej 10 ushtarëve që u vendosëm në pikën ne, nën komandën e Bajram Sulemanit. 2 ditë më vonë, gjatë sulmit të parë të forcave serbe mbi pozicionet e UÇK-s në Jezerë, veziri do të shkojë për të ndihmuar skuadrën e pikës D, ku do të qëndroj deri në epopejën e Jezerësit të zhvilluar me 26, 27 dhe 28 shtator të vitit 98. Pas kësaj, me vezirin u takuam në malet e Sharaninkut, dhe në sytë të tij vërei dhimbja e madhe që kishte për 9 shokët e luftës të rënë në luftimet e 28 shtatorit. Pas themelimit të zonës operative të Rodimës dhe organizimit të brigadës 169, ushtru nevoja e komunikimit fizik e të sigurt në relacionin e shtabit të zonës me brigadën.